Qoftë të Jezu Krishti, të dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, i nderuar të Mariana dhe më. Spari dëshiroj me ju falenderu për mikpritjen edhe mundësinë që sot në këtë shejtrore kish kushtuar zojës bekume, me ndosë bashku një fryrë të një pune që ka zgjatë e që ka lindë në rënë parë prej lutjes të lutë, por pastaj edhe në takime me njerëz, edhe kryesisht si në rolin e drejtorit programit në Radio Marisë Kosovës, të i dëgjua dhe dëgjuesit, se shka po thojnë. Atëre kemi pa të rëndësishme që me botu një libër ku përfshihen aka shumë lutjet dhe melore dhe gjitha ajo baza për jetën tonë përshpeshme. Nuk është rëndësi që jemi këtu në këtë kish kushtuar pikërisht zojës bekume draj runën këtu në Misionin Katolik Shqiptar në Siena, për shkak se libri Zemra që lutet, që e kemi votuar së bashku me Dr. Marianin, pikërisht ka dalë në dritë me 25 mars në festën e lajmërimit të Zotit, kur zoja bekume ka thonë po engjëllit Gabriel për me qenë nana e të në Zotë. Pra, ky libër ka linë pra prej këtyre rrethanave dhe më vërtet më vjen shumë mirë që doli për shkak se pas shumë kërkesa që në një vend ju kujtohet ai libri shumë të jashtëligjore që u kon pak më i vogël, që i ka pas vërtet ato gjanat kryesore, e ai libër tashti është pasur, dhe me thonë, ai libër thuja se plotësisht është këtu brenda, vetëm që i kemi shtue, ma vonë të flasë dhe shka ka, diçka ekstra, ky libër. Një gjatë që ka në kalanë si njëve si të mos që punojnë në Radio Marisë Kosovës, besoj që edhe në radio tjera, Radio Marisë tjera, është që kemi brejtë që njerëzit dojnë me lutë. Njerëzit dojnë me lutë, zotni, du me lutë, po du me lutë mirë. Edhe nga njerë nuk dim si një anisë, si me ta. Disa thojnë, zotni, kam qef me kujtu ato kurat e moqme që i kam su nana, baba, ose gjyshja. Po s'puti ku mi gjithë. Tri gjithashtu dëshirojnë me lutë, dëshirojnë mësuem me taku Zotin, në lutje. Për njerë nevojitet vërtet një kohë e gjatë ku me kuptue cili është stili jam i lutjes. Ku flet zemra, populli jonë jeton shumë rozarën e shenjtë. Besoj që edhe këtu rameshën nga njëherë ose kur lutani dikujt edhe me rozarë. Kjo është një prej lutjeve. Në fejnë tonë ka shumë lutje, shumë mënyra që secili me gjetë atë lutjen ku i flet zemra, ku e gjan shpresën, ku e gjan fenë, beson ma shumë, ku e ndjen paqen e zemrës. Tash për t'i ka është rozari, po e zonë. Po për t'i ka, së t'nisë me lutë rozarën, së është e vështirë, dhe si s'mujnë më përqendruhe. E falë Zotit që në fejnë tonë ka shumë lutjet ndryshme, ku secili mundet me gjetën mënyrën e vetë një lutje ku i përshtatët zemrës tij. Edhe nuk duhet mu reflasu pse unë nuk muj me lutë si kur e tjetër. Sepse kemi historit ndryshme. Kemi prapavi, biografia jonë është ndryshme. Pastaj edhe mosha, gjinia, këtë këto dallojnë. Një nanë, sigurisht ka me lutë ma ndryshme se sa një punëtor atje, që tonë ditën ka punu për shembull punë fizike, ose një vetëmur.
lut ndryshe për një tjetëri që ndoshta është në smundje në rrethona të vështira. Pra, mos u çudit që ti nga njerë nuk të përshtatet një lutje që të tjerë të banë, po për ty do këtë shumë e vështirë. E ky libër ka me të një mund besoj që me gjithë një prej lutjeve që ti me thonë e gjeta. Ta shkullet për sërit, si me thonë vazhdimisht, dhe qëllimi është këtu. Nuk është qëllimi që krejt një ka lutje dhe një lutje, jo, qëllimi është që ti me gjithë një lutje ku të flezeme. Edhe të na mos mu brengosh shumë e se luta tjetërën, se luta këtë tjetërën, si shpirti të regonë, shka ka nevojë. Në është në mas një viti kime lup një lutje tjetër, a mundosh të jemi në të rethona që kure qas kime thonë ja mas njëri për lusi aty, për shenë. Ose laktet, ose ndo një rozare, shpirti shenë, ose të jos një lutje për me beku familje. Tjeshtë gjeje një mënyrë ku ti rritesh në fejnë shpresë e dashni. Kjo është qëllimi. Nuk është qëllimi a bona 10, a bona 7, a bona 5, se nga njerëzit shumë preokupohen me numra. Qëllimi është me takue Zotin. Kjo është qëllimi. Pra, mos u befasade që ti dëshiron me lutë ndryshe pak. Edhe ndoshta jetë e kërkuar mënyrën që është me lutë që bashkë me ndjeqi po gjithmonë. Dhe vërtet kjo është shumë e rëndësishme. Pra, jepi kohë vetës, qoftë edhe nëse zgjat pak më shumë, një kohë gjatë derisa ta gjash një mënyrë të lutjes për me u rrit shpirtërisht. Domethënë feja, shpresa, dashnia. Kjo lutje apo më rrit besimin, fe. Apo më rrit në shpresë. Zakonisht këto kime vret nëse je në një atmosferë të shprimi, si me thonë. E nëse ke gjithë një lutje që të rritë në shpresë, ajo shenja që ajo është për ty. Pra, ky libër që po e promovojmë sot, këtu në misionin katolik shqiptar në Sirna, në Turgau, pra, e ka këtë qëllim. Jo veç me vendos në rafë, me thonë që e kam, po vërtet me përdor. Me përdor. Jemi munduar sa kemi pas mundësi që me qenën edhe materiali i mirë, që edhe nëse bjena i piku ujë ose diçka që mos me dëmtue, në mënyrë afatgjatë, me thonë është edhe me qepje, sepse ka shumë rëndësi vërtet me qenën në afatgjatë i mirë, që të me mujtë ti me përdor, jo veç një mujë, por me vite. Edhe po shpresojmë edhe besojmë që vërtet se përket anës jashtë me kështu me thonë, është shumë cilësor. Pra, qka përmban libri, ato që thamë lutjet themelore, jemi mundu mi vendosë edhe disa spjegime, shka është shenja kryqit, pse bëjmë shenjën e kryqit, aty të falimimri, lavdiatit, e këto. Besë që kam jo një mua dhe me ju spjegu edhe fëmijëve, sidomos nëse janë të vegjër, aty keni me gjithë ndo një udhëzim se nga njerë nuk dim edhe si me folë me fëmijë, si me ju spjegu, po mos u prekuponi shumë, se me rëndësi fëmija është një po juve që është po bëni kryq, atjere aj hiq pa i thonë me zërë, aj ka me po që është po bënë ti kryq edhe aj ka me bënë. Kështu që shembulli maj mirë është shembulli juj, që mos më preokupu nga njerë shumë edhe me fëmijë, po edhe me tri, si mi ju afrue uratën. Pra, këtu unë këtë libër, zemra që lutet keni me gjithë në disa lutje që i keni mësu si fëmijë, ka fundi janë ato lutjet që i kemi marrë për shutës shpirtërore, besoj që ju kujtot, ajo kujton mirë njeri shkretë, se të ka falë Zotin këtë jetë, e kështu me radhë. Pastaj, është edhe mesha shenjtë komplet të mrena, me mujtë me përcjellë. Nesh vime edhe në meshë, por nga njerë si dim sa të fuqishme janë disa pjesë të meshës. Nështë të shpia këti mundalë me pa fjallët e priftit që i thotë, merë një hani. Nështë kjo ka me të një mund, gjithashtu që mu përgatit për meshën shenjtë. Janë disa spjegime
shkurta kështu që besoj që kanë mjuni mu. Pastaj janë sakramentet, pagëzimi, krezmimi, rrëfimi, eukaristia, varrimi i smurve, meshtaria, martesa. Aty keni me mujt me pa shka janë sakramentet, është një spjegim i mirë, shka janë edhe sakramentoret ose bekimet. E bekimet është një pjesë që e falenderoj shumë Don Marianin që mundue, vërtet, besoj Don Marian edhe ti më vonë i thu disa fjalë, si ka ardhur te kjo, është një pjesë goxha e rëndësishme të bekimeve që mundini edhe ju vetëm i përdorni. Pra, të shtëpia, me bekue banesën, me beku familjen, fëmijët, me beku të moshut, ose të smurit, me beku shtëpin, bekimi i utarve, i rozareve, i qirinjve, i vendit punës, e shumë tjera. Pra, kjo pjesë është pasuru falë kontributit të misionarit tuaj të Marian Demaj. Pastaj ka dhe për shpirtëri. Për shpirtërit janë udha e kryqës, për shembull. Nga njerë s'munësh me shku, dikun ku kanë shku tjerë, ti munësh të shtëpia vetë me lutë. Ka shumë versione, shumë të ndryshme. Një është edhe me fëmijë, madje që motra që ka katekizëm me fëmijë mujnë me përdorë edhe katekizëm gjatë kreshmeve ose në rast tjetër, është ma e shkurt, kuptohet se fëmija ma ndryshe i absorbon se sa një i rritur. Pra janë disa versione, ka dhe disa rozare se si me lutë, kuptohet rozaria klasike është, por edhe janë disa rozare tjera. Rozaria Shpirtit Shenjtë, rozaria e Zojës që zgjidh nyjet, pastaj lutjet për shpirtën e purgatorit, është një rozare, litani ka të ndryshme, engjujve, shenjtërve, Shnonoll, Nans Tereze, pastaj edhe do lutje për kushtimit zemrës Krishtit, mja kushtu familjen për shembull, ose do mja kushtu vetën zemrës Krishtit edhe një lutje aty kime gjetë, që mund është me përdorë. Një pjesë ja kam kushtue shqyrtimit ndërgjegjes. Shqyrtimi ndërgjegjes është për shembull mëngjes si një anis ditën. Edhe kur zgjohet njeri nga njerë e keni vrejt, ka shumë, nga njerë ka lloj sene që e preokupojnë, nga njerë që është ma i gëzushëm, nga njerë jo bash i gëzushëm, e mësue këta me bon lutje. Besoj që është një praktikë shumë e mirë me hynë kontakt me Zotin pa u largu prej atyre emocione, pa i mohu me thonë që hajtë se mirë jam. Jo, o Zotë, sot një më qu i lodhën, dëshiroj me gjithë shka po do t'i më thonë me këta. Ose mesdit e kom kalu një pjesë ditës, ta shesha bashkë me Zotin, shka më ka ndodhë, ka kom takue, si e kom përjetu këtë moment, thjesht e mon pastaj një distancë shnetshme edhe ndaj ngjarjeve që nga njerë janë shumë trona, por që të ndihmojnë shpirtërisht, vërtet me gjetë Zotin aty ku je. Është edhe shqyrtimi ndërgjegjes për familje. Nëse je non, bab, mund është e ke aty tekstin, thjesht edhe të orienton, se është të thonë të është fjallë për fjallë bashkështu, por të ndihmon paka shumë me fëmijën tonë me thonë, si e kalon këtë ditë, hajde ti kërkojmë Zotit falje për që to pjesë që s'kanë shku bashkë mirë, për që ta falenderojmë Zotit që kemi pas që kam e ngranë, që kemi mujtë minimum dikuj, që kemi mujtë me shku në kish, e kështu me ra. Unë me gjatë 5 minuta, 10 minuta, kjo nuk është me rëndësi është ti që si ta vendosh. Pra, në krejtë shkojnë në këtë drejtim. Qëllimi është me përjetue Zotin në jetën e përditshme. Pra, mos me menu që vetë jam të Zotit vetëm kur shkojnë kish. Patjetër që kisha është vendi i shenjtë. Por gradualisht besoj që ky libër ka më unimu me gjetë Zotin në shtëpi. Po dhe në punë, edhe në ato çastet e vetmume, kur s'ki me kërkan me lutë, si me thamë. Aty kemi mujtë me gjetë gradualisht në një lutje që shpirtit pushon. Një tjetër gjë është fjala e Zotit, me meditu me Bibël, me shkrimin shenjtë. Janë të disa udhëzime që ndoshta ka me arë një kohë kur kime thonën, po kom qef me njoftë ma shumë shka ka thonë Krishti, shka ka banë, se zherë vjekume,
ose besnitja vjetër në një profet e kështu me radhë. E kini skit, si me thonë, për me të ndihmu pastaj qysh me meditu me fjalën e Zotit. Si me lut me shkrimin shenjtë, si me gjetë Zotin. Pse është ky libër shumë i rëndësishëm sot? Pas pak do ta kemi edhe meshën. Pra, ju, sidomos ju që jetoni këtu në Mërgim, ju dini peshqeki edhe vetë se sa jemi preokupuar me telefon, me rrjete sociale, me puna, ne, e besoj që libri ju ndihmon pak më shkput, si me thonë, me shkputat ritmin e stresit edhe një lloj jete turatra, si me thonë. E këtu ka me të ndihmu vërtet me orë veti. Ka njerë ka me qenë, nëse keni me fillue, me praktiku, ka me qenë pak sfidë, sepse stili i jetës fillon me ndryshue, e këtu janë edhe të ndinet pastaj, të çka po vjen kjo, se nuk kam nevojë, ama janë ato rezistencat e shpirtit. Besoj që ndonjëherë tjetër do të flasim edhe për dallimin e shpirtrave, se si mos me ranë të ndim vetëm që nuk pendjej asgjë dhe menu që lutja eme nuk vlen. Jo. Vullneti yt që më ja kushtue kohën Zotit, ajo vlen. Tash akome një vetën mirë, a biciklet, kjo është tjetër çështje. Ama mos më gut me menu që nëse nuk e një me vetën mirë të lutë, s'është lutja mirë, jo. Kujdes, sepse aty është tunimi që ti mi qu durt edhe mos me vazhdu tutje. Se është nga njëherë një lloj pastrimi i shpirtit që fillon mu pastrue e ka pastaj shpirti i keq, dëshiron me ta bot madhe, me ta bot bajat, nuk vlen kjo lutje, andejkle. Por si do qoftë nëse ka për shembull personi vështirësi, është mirë nga njëra dhe me folë, me priftin, me aqel zemër, ose ndonjë personi që i di këto gjana, për me mujtë pastaj mu drejtu, me gjitha të mënyrën atë ushimin e shpirtit. Pra, ky libër kam ju ndihmue edhe fëmijëve, edhe të rive, besoj edhe ju nanave në për shtëpi që jeni po dhe ose baballar, pa marrë parasysh, që t'i jep një kuptim, qoftë punës, qoftë pushimit, qoftë vetmisë. Pra, qysh me përjetu Zotin, kjo është qëllimi, qysh me përjetu Zotin atë kjo ku janë, edhe në mesh, por edhe në familje. Let na kujtohet pra ajo shka thot edhe nëna Terezi, një familje që lutet zbashku qëndron e bashkume, vetet e bashkume. Se na po e shumë se si po shkapërdele, si jena në një fazë ku familjet po shkapërdele, tu me nuk që të bo mirë, tu punu, ne, por e kanë harë zemër. Prandaj edhe qëllimi ka qenë pikërisht kjo, pse kemi titullu zemra, sepse njerëzit e sotshëm janë shumë të theksuar emocionet. Ose kokën, vetëm kryet, vetëm unë çka kuptoj, vetëm ajo është e rëndësi, ose kjo tjetra, nuk peni vetëm mirë s'u do më lutë. Është problem, ato janë kalim dalë. A zemra, në zemër ndodh ndërgjegjja. Në zemër na i përjetojmë dhe, e përjetojmë dashni, e përjetojmë besnikëri, e dikuj ose besnikërin tonë. Pra, këtu është ajo shejtëroria zemra, që i bashkon pastaj edhe emocionet, që ato janë nga ka dhënë Zoti, por e bashkon edhe mendjen. Edhe këtu është ajo harmonia që do të mendohet. Dikush zgjon shumë derisa ta kupton këto, por besoj që ky libër ka me të ndihmu në këtë drejtim, që me bo pak rregull edhe brenda vetes, mos mi kushtu vetëm rëndësi vetëm emocioneve, por mos mi kushtu vetëm rëndësi vetëm çka thot mendja jeme. E zemra ndodh ai shëndrimi. Këtu është ajo shejtëroria jo, që pastaj bën një lloj ekuilibri, që as mos me shku tepër nalt, me idena, me të pak poshtë, po dhe nëse nuk t'jepet, si me thonë, me lutën, me dashni, atëre e ke aftësin me lutën, dhe atëre ku së pëlqen. E atëre i lirë, atëre ke marrë ndorë, jetën tonë, jetu e formuar, se ka shumë njerë që jeton vetëm në bazë të instinkteve, që si shëndjenjave, pastaj çuditëm se s'po mujnë me lutë, edhe mendoj
njëri që është grabin, që po losë kështu pandemja, sepse e kanë ma emocionin zërë, është në thamë. E ky libër ka me të ndihmu me bo një lloj ekuilibri, mu qëtësue edhe me qëndrue. Me qëndrue sepse në qëndrim pastaj mundesh me pa edhe hapat që e ty pa edhe forcohesh. Atër një i lirë, atër keme dit me lutë edhe kur nuk një është nështë mirë, sepse e ti zbulu një fesa, dhe vetë zemra ka me tregu, këtu po qëtësona, këtu po e ndjeja të pache. Nështë ajo akoma i brengosur shtu me dojë gjana, por nuk ma merë pachen e zemrës. E kjo është qëllimi nëse arrimi, kjo kuptohet që është diçka që vjen ngadalë, por unë po ju tregoj se ky libër e ka këtë qëllim. Me ardhë deri te ajo faza e jetës ku ti fillon me shiju gjanat, edhe kur rrethanat janë pavoliçme, edhe kur ndoshta s'ke punë, ose je vetmuar, ose atje s'po kupton, keq kupton e kështu me radhë. Pra, një kontakt me vetveten, një kontakt me zemrën. është ngushluese nga njerë kur shkojmë edhe një begue në përshpia, se si me një qosh, ose me një vend në familje tona, ekziston një libër, ose një kryq, një urat, një rozare. Do të thonë, ky person, ose kjo familje, e ndjen që du të me pas diçka të shenjtë te Zoti. Diçka të shenjtë që mu lidh me Zotin. Edhe vetë pamja të nëzit pastaj që me lutë ma shumë. Pra, edhe nëse e vendos një të shtrati, ose në tavolin, ose diku, gjithmonë le t'ju kujton pikërisht këta, që me praktiku, jo vetëm thjesht me pa, por edhe me praktiku. Edhe kretë edhe një gjanë tjetër në fund, pra, të dashur njës na nuk kemi vendosur kur fatshmimi, pikërisht kemi dashur që personi vetë në zemrën, ani nuk është në rëndësi shumë. Aqë sa ta do zemra, edhe pa presion, pa ndonjë të lusnise, a mos kështu, a mos kështu. Bënë në zemra. Thjesht dhe për ato që ti mundesh, edhe ta ndjesh atë gëzimin e dhurimin, sepse si që dini Radio Maria jeton jo prej reklamave, nuk ka këtu tregti, dhe janë shumë e rrezikshme me një ajo fryma e tregtisë. Por për shkak se do të me funksionu të pak në 4-5 vjet që jemi aty, për me funksionu 24 orë, prandaj edhe është e falenderoj Zotin, edhe bashkëpunimit me Don Marianin që kemi arrit, pidi edhe na ju tregu edhe juve se edhe dëshirojmë të simi thonë faleminderës për ato ndihma që ju në fakt i keni dhënë, se pa ndihmën e juve kishte me qenë e pamundshme edhe me ekzistu. Pra, mos u ndjeni siklet, nëse s'ket merre edhe falas, se është me rëndësi është të lidhemi me zemra. Pra, e të lusim Zotin pra që ky projekt që është Radio Maria me u përhap. Radio Maria nuk është veç zonë. Radio Maria është zonë i shprejtësës. Shumë vetmuar, shumë pleq, shumë të smurë, ndoshta si ai rasti në Francë, dikush në thirrjet, as një që 2 javë janë në spital të shoqmend, ata s'kam kur gjanë, të vetëmi ngushtin tha, e qoha Radio Marita, ku knaqqa vini disa minuta dhe e dëgjova një emision, se s'kam asë gjë në spital, nuk lejohet asë gjë, po të paktën në Radio Mari mujta edhe mu lidh pak me vetëdinje, se isha shumë i shgënjym me brenda e kështu me radhë. Unë vetëm një rast të tregohet se ka raste të ndryshme. Ju falenderoj nga zemra, ku marrë dhe ekstra, falenderoj edhe një herë të Marianit që ka ftu, por dëshiroj vërtet me ju thonë faleminderit që deri tash na keni mbështet, besoj që keni me mbështet dhe këtë projekt që është i përbashkët, pa ndihmën e juve si shkon kjo. Por dojmë që kështu këtë njët me përhap sa më shumë njerëz, e besoj që Zoja Senagore në Letnicës, pajtoria në Marisë Kosovës, ka një shpërblyer me bekime të shumë. Falenderoj shumë, pas pak, filat me ishësh.